Mirëmëngjes të gjithë ju të shenjës së binjakëve, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj quhet Aventyra, apo aventura të dashur. Dhe kjo letër tregon pak më shumë ato kornizat e stërtepruara që ja keni vënë vetes. Në çfarë kuptimi? Sikur jeni duke keni bërë jetën apo çdo gjë për vetes, çfarëdo që të bëni, është bërë një rutinë, njësoj, çdo ditë. Të dashur binjak, është momenti të hedhni një hap në një drejtim të ri, të çfarë do lloji qoftë ajo, apo cili do lloj që ju bën juve më të sigurt, do ta quaj ashtu. Sikur një fëmijë brenda jush po ju thërret të bëni vërtet të shkoni ta dëgjoni zemrën, të bëni diçka gjëra të reja. Qoftë dhe rrugën për punë, ta merrni një rrugë tjetër që se keni bërë përpara, të shkoni deri në punë. Jepi vetes leje të mos e kesh gjithçka të qartë. Nuk është patjetër. Lejoje rruga të befasoj në atë që e duke ecur. Besimi lind absolutisht duke ecur. Kur ec drejt dritës që ju thret, edhe pa ditur ku shkon, zgjohemi në jetën që i përkasim. Kështu thot, nga që në atë rrugë do të presim befasira shumë të bukura. Do të them, për kë jam duke lexuar nuk e di, por që është brenda kornizave, sikur nuk bën as majtas, as djatas, as gjë, është bërë një rutinë e bezdisshme, do ta quaj kështu, çdo gjë e njëjtë, bëni diçka të re për veten e juaj.